Prokuroria e Jurisdiksionit Përgjithshëm Fier ka regjistruar procedim penal për rastin e rënd të dhunës ndaj një 17-vjeçarie pasi pamjet e ngjarjes u bën publike në rrjetet sociale dhe shkaktuan reagime të shumta. Sipas të dhënave zyrtare, episodi ka ndodhur me 8 qershor 2026, ndërsa materialet janë referuar nga Komisariati i Policisë Fier 2 ditë më vonë. Hetimet po zhvillohen për veprën penale heqje e palishme e lirisë kryer në bashkëpunim. Nga veprimet hetimore rezulton se e mitura është dërguar në një banesë ku dyshohet se është dhunuar nga bashkëmoshatare. 2 prej tyre akuzohen se kanë ushtruar dhunë fizike, ndërsa e treta dyshohet se e ka filmuar ngjarjen me telefonin celular dhe ka nxitur agresionin. Në shoqërimin e nënës së saj, 17-vjeçaria ka kallëzuar ngjarjen që në ditën kur ndodhi, duke i dhënë mundësi autoriteteve të nisin me njëherë hetimet. Gjatë marrjes në pyetje, 3 të miturat kanë pranuar konfliktin dhe dhunën ndaj vajzës, ndërsa motivet e tyre sipas policisë vlerësohen si të dobta. Ngjarja ka tronditur komunitetin ku jeton mitura. Banorët të zonës shprehen të shqetësuar për gjendjen psikologjike të saj, duke pohuar se pas incidentit ajo ka mbetur e traumatizuar dhe e frikësuar. Sipas familjarëve, vajza nuk ishte në dieni që pamjet e dhunës ishte shpërndar në rrjetet sociale. Për koordinimin e veprimeve hetimore, drejtori i Policisë së Fierit zhvilloi një takim me drejtuesit e Prokurorisë së Fierit me synim zbardhjen e plotë rrethanave të ngjarjes. Ndërkohë, hetimet kanë zbuluar dhe një episod tjetër që lidhet me një nga të miturat e përfshira në këtë çështje. Sipas policisë, rreth 20 ditë pas ngjarjes, njëra prej vajzave 15-vjeçare dyshohet se ka ushtruar dhunë ndaj nënës së saj duke shkaktuar dëmtime fizike. Pas kallëzimit ai u arrestua dhe në bazën e vlerësimit të autoriteteve kompetente u dërgua për trajtim në një institucion të specializuar të shëndetit mendor në Tiranë. Për shkak të përfshirjes së të miturës dhe për mbrojtjen e identitetit të viktimës, pamjet filmike të ngjarjes nuk publikohen nga media dhe autoritetet apelojnë për respektimin e privatësisë së saj gjatë vijimit të hetimeve.